gjatë gjithë kohës, në të gjithë botën, ti ke projektuar idenë që këtu është një qeveri krimi, një qeveri droge, një vend ku krimi është, po të futesh në Facebook, dhe në media, në dark, 24 orë, ti nuk del më për jashtë, sepse mendon që krimi ka ardhur ke oborri. Sa nxjerrë shkundë në takpusi. Krimin aty, krimin. Kështu që ky lloj terrori që ti i bësh shqiptarëve, sepse duhet kuptuar shumë mirë, nuk është vetëm ndaj të huajve, pra për prishjen e imazhit. Më shumë është ndaj shqiptarëve që jetojnë brenda, se në këtë moment ti ke godit psikologjikisht, ja ke heq buzëqeshjen e jetës, ja ke heq edhe në librat e biznesit. Gjëja e parë që është optimizmi, është motivimi, është yes, we can do it. Para çdo vështirësie ne do e kalojmë vështirësinë. Po kush janë vështirësitë? Vështirësitë janë ligjet, vështirësitë janë gjetja parave etj. Më rregull? Por nuk thot biznesi që vështirësi është edhe krimi ke dera. Vështirësi është edhe droga më kaptin, se duket sikur e kem çati. Rritu para rob të shtëpisë më kaq shumë drogë dhe shef grun kalamojtia ku ti kush e pi nga ju? Jo, më për kush e shet. E me sa e keni. Kush ka avancuar në? Me sa ka shku çmimi. Kështu që ajo që do theksoj është se sa ka majt ky popull, ky njeri sa ka majt. Dhe ky biznes sa ka majt, sepse nuk mbaro vetëm këtu. Është çfarë do lloj emri biznesmeni? Ja, pa ne do atëti. Qa do lloj emri biznesmeni? Çfarë do emri biznesmeni? O do i bi njoni, Ardin Qorri, o do i bi ky dulla tjetër ka krah tjetër, do me thonë, më të merë s'ka, si mund t'i bish biznesit ti pas as një fakt. Se në qofë se ke fakte që e ke spaku, dhe në qofë se e ke që ke spaku, hik më po protestën ke spaku, sa i s'po të arresto. A kupto logjikën, se ne kemi humbë dhe sensin logjik në Shqipëri. Pra në qofë se unë kam një të dhënë për një biznes, e që ke spaku. Të shtë unë s'kam nevoj me dalë më kundra Ramës, as kundra ati biznesit. Dalë kundra spaku që s'po arresto, sepse aja qova të donat, i thashtë që kjo ka vjetë. Natyrisht që biznesi në çukur ka lind, ka për qëllimi, se përdesa është fitimi, qëllimi ka të gjithë brimat, të gjithë kanalet e mundura anti-ligj. Kjo është, ke çdo biznesmen, nuk ka ne biznesmen në këtë rrezull toksor, që thot, po si kur ta zbatoj këtë ligjin unë sot. Sepse ndryshe do jesh ke punëtori. Normal. E ka thënë Fordi, mos më pyesni milionin e parë. Atëhere, pra, si quhen entrepreneur, për të vetëm në arsye se truni atyne, i këtij njeriu, shpik për të gjetë tërë format, po të themi, të shfrytëzimit, po shfrytëzimin jo në prizmin e keq, të shfrytëzimit të situatës. Të mundësive. Të shfrytëzimit të mundësive. Pra, nëse ke një problem me biznesmenin, pa e morim X-i, atëre ti s'ke, nëse ti ke pa mënyrën se se i ka hecë për para, çfarë do luftosh? Do luftosh pikë shtegun që ai ka hy, apo jo? Kështu bëhet me hajdutin, kështu bëhet me drogën e tjerë. Por ti nuk e mor fare as me shtegun, as me personin ose aparatin që merret kundra krimit, që është o spaku o hetuesia. Ke pati na i herë 36 vjet ndonjë protest kundra spakut, kundra hetuesisë. Të mirë që e votuan pra këtë rezolut, këta u bën të mirë, u bën të vetëdijshëm. Po çat mirë e ka aty më burr, aty është hajde ham gjithë kaj cop, kush e di ka ardhur urdhri, sepse këto fitun, nuk është se s'fitun. Këta me këtë rezolut fitun, se në fund të fundit që ta kuptojmë këtë idenë e kësaj, është shumë e thjeshtë.
Rama dhe Berisha nuk është se kanë e gjo për të nda me njëri tjetrin. Jo se do Rama apo do Berisha. Ata që luajnë fije tek ne, kanë vonë, doni Ramën së është i but, apo doni këtë që s'di me qenë i but. As di. Ky ka këto brdunglat, ky ka këta drejtorët, këtë doni, i thonë popullit. Dhe Berisha dhe PD-ja kanë pas të vetmin, si mund të them, qëllim, ose të vetmin detyrë në Shqipëri. Të mbysësh atë opozitën. Mbyt opozitën dhe mbyt mendimin. Më konkretisht, se fola shumë, po më konkretisht. Marim, të dënohet Balluk, pa Ballukun jo, nuk bëhet. Marr Molotovin, Ballukun. Po çfarë akuzohet më vëlla Balluk? Për favorizim tendera. Ti ke një person aty që ka një vit e gjysmë, ka harru gruaja atë. Jo rrit Kalamoni që hec më vrapo burr. E ne kishin nisë 2 muaj përpara. Tash Kalamoni ka marrë shtëpinë. Dhe baba rri mren, pa ditë se po çarosh. Asnjë se di se po çarosh. Sepse si? Për Velin më. Për Velin më ec Kalamoni, po do mori makinë vitin tjetër. Dhe akoma se kemi gjetë se për çfarë është. Dhe që ti shtosh bukurinë tër panoramës groteske, qohen aktorë që s'kan lujt në i teatr, gjithë jetën e vetë, kanë marrë vetëm të filma mizasken aty këtu, fuqin e kaptarën e gjo, dhe rolin e ty në më të bukur, dhe më të paguar tjetës, dhe më të paguarit. Dhe më të paguarit. Ne kanë morë duke qenë mbrojtës teatri. Unë jam teatri. 2 vjet lek ata. Sulmi se du për Ndrenikën. Shiko, nuk besoj se ka vend botë që i sulen me atë lloj pështirosje aktorëve. Do ti sa pa dha shkakun. Po pra, e di ç'a mendoja Marindo, mendoj që këta që dikur e lavdronin Ndrenikën, edhe sot e shajnë, dikur e lavdronin, thonin, hajta lavdrojmë edhe nesër, edhe këta që lavdrojnë se kanë pa në herë. Bravo, janë dru. As nuk e di. As e di se çka ka luajt. Bravo. Dhe ata bile mendojnë që Qazim Ulleti ka qenë ky, vetë Robert Ndrenika. Jo, këto e din që Qazim Ulletin e ka shkruajt Robert Ndrenika dhe e ka vënë sken Robert Ndrenika. Edhe ka shkruajt... Ka sa që mendoj që është vetë Qazim Ulleti, Robert Ndrenika. Jo, se e kanë gjetë që Qazimi pas ka qenë një shumë i zjut. Kse bo Tiranë në yll. Po, e kom fjallën me këte, me Robertin. E bukur shumë ka qenë. E bukur shumë ka qenë Tirana. Po pra, një kryeve. Edhe... Më kujtua e shpreha jote, se sa e madhe ka qenë Tirana, bolë të shofës xhamin që është, i nxe as i nxe 50 veta me lugë, të i fut me lugë. Me lugë, 51, aty... Në fakt, në kohën që ne flasim, aty mund zetë edhe 60, se ne kena qenë edhe si pidivezat vogla. Po, masa ne u trashmë. Fillum të u trash ka i qikesh ka shku ke 50, apo 60 i zete në atë kohë.